Komunikacioni në të gjitha rrugët e shtetit po zhvillohet në kushte dimrore, në rrugët e lagështa dhe me mbetje të borrës në rrugë, pas intervenimit të ekipeve nga rrugët e Maqedonisë. Shi i dobët bie në përtër Maqedoni, derisa borë me intensitet të dobët bie në kodrën e diellit. Strash, Mavrov dhe Bukov, informon Lidhja Automoto e Maqedonisë në raportin e pasdites për gjendjen e rrugëve. Ende është i pakalueshëm drejtimi rrugor Makedonski Brod fshati Zdunjë, në të cilin gravitojnë 11 shatra. Atje komunikacioni është në ndërprerje për të gjitha llojet automjeteve nga ora 7 e mëngjesit. LAM rekomandon kujdes në drejtimin e automjetit, shpejtësi të përshtatur të lëvizjes dhe respektim të sinjalizimit të vendosur rrugor. Në grykat malore është e mundur paraqitje e shembjeve të vogla, veçanërisht në akset rrugore: Koçan Makedonska Kamenic, Delçev, Vinic Berov, Gostivar Strash, Mavrov Dibër Struk, Demir Kapi Udov, Katlanov Veles, Krushev Demir Hasar dhe Resnje Bukovë. Në fuqi është obligimi ligjor për posedimin e pajisjeve dimrore në automjet.